keni filluar seancën në kundërshtim me rregullore. Këtu në sallë nuk janë as 55 deputet. Do të thotë që pa quorum seanca nuk fillon. Anulloni seancën, mblidhet quorumi, plotësohet quorumi dhe filloni seancën. Mos mendoni se kështu nuk shef kush dhe si që keni bërë zgjedhjet do të bëni dhe seancat. E para, e dyta, është në nderin e këtij parlamenti. Kjo nuk është për proces verbal, zoti Noka. Kjo është për procedurë, ishim te pjesa e proces verbalit. Zonjë. Keni gjë për proces verbalin? Zonjë, procedura për proces verbal. Përfundoje, gjithsesi, përfundoje. Çfarëdo që të jetë. Sot tani në seancë ke 55 deputet 57. Po nga rregulloria nuk kërkohet quorum për fillimin e seancës përveç në rastet kur kërkohet votim. Quorumi. Ju lutem tani lexoni rregulloren se nuk ka kuptim tani që merremi me një çështje e cila s'ka interes publik. Nuk kemi votim, nuk kërkohet quorum, vazhdojmë me seancën. Për proces verbalin, ke gjë? Nuk pas ka interes publik funksionaliteti i parlamentit. Po është plotësisht funksional, bëjni thirrje deputetëve tuaj të vinë në seancë, tani vijojmë për proces verbalin. Kishit gjë, zoti Noka? Okej, vazhdojmë. Plotësohet quorumi dhe vazhdo parlamenti. Dakor, kalojmë te njoftimet. Ju njoftoj se në kuvend të mbaroj njoftimet. Ju njoftoj se në kuvend gjatë kësaj jave janë depozituar një projekt ligj nga Këshilli i Ministrave dhe një nismë deputeti. Titujt e çështjeve të depozituara i gjeni në sistemin këtu në sallë, ndërsa materialet në sistemin i parlament dhe në faqen e kuvendit në internet. Vijojmë me rendin e ditës. Projekt ligji. Po, për procedurë, zoti Bardhi. Zonja kryetare, nuk e di kush ta lexon rregulloren. Shpresoj mos ta lexoj ai që kam unë në mendje, por sipas rregullores së kuvendit dhe të çdo organi kolegjal, nuk mund të fillosh mbledhjen e kuvendit pa pasur minimumi 70 deputet në sallë. Dhe ky është një rregull që është zbatuar në këtë kuvend edhe nga ju në cilësinë e drejtuese së kuvendit. Unë e kuptoj që ju e keni të vështirë ti mblidhni deputetët, por është përgjegjësia juaj që të nisni seancën vetëm kur në sallë të jenë të paktën 71 deputet prezent. Dhe nuk është fare e vërtet ajo që ju sapo thatë, që nuk ka nevojë për quorum që të nisë mbledhja e kuvendit. Se quorumi u verifikoka vetëm kur bëhet votim. Kur nis mbledhja e kuvendit duhet të jenë minimumi 70 deputet. Dhe ky është aja e rregullores kuvendit dhe aja e mbledhjes së çdo organi kolegjal. Që kështu lutem ndërprisni seancën, njoftoni deputetët tuaj të vinë në seancë plenare dhe më pas fillojmë punën e kuvendit të Shqipërisë.